Inteligjenca izraelite ka dështuar në parandalimin e sulmeve të 7 tetorit 2023 nga ana e Hamasit. Ky është konkluzioni i raportit përgatitur nga ushtria izraelite për sa i përket fillimit të sulmeve nga organizata militante. Ndërkohë Izraeli është rënditur nga një sulm në një stacion autobusi, i cili ka lënë 14 persona të plagosur. Një hetim mbi dështimet e ushtrisë izraelite përpara sulmit shkatërrues të Hamasit të 7 tetorit 2023 kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbledhjen e inteligjencës, supozimeve të gabuara rreth Hamasit dhe dështime strategjike në gatishmërinë dhe reagimin e forcave të mbrojtjes së Izraelit. Raporti prej 19 faqesh, i publikuar nga strukturat e ushtrisë izraelite, tha se kishte boshllëqe në kuptimin e drejtorisë inteligjencës për qëllime strategjike, procese vendimarrëse dhe planet operacionale të Hamasit, të cilët kontribuan në dështimin e tij për të ndalur sulmin më të madh terrorist në historinë e vendit. Pavarësisht se kishte informacione relevante, komuniteti i inteligjencës nuk arriti të njohë kalimin e Hamasit nga një grup i vendosur dhe pragmatik në një grup që planifikon në mënyrë aktive një ofensivë në shkallë të gjerë, thuhet në raport. Raporti thekson se qysh nga viti 2016, Hamasi kishte filluar përgatitjet për një sulm në shkallë të gjerë që synonte të shkelte kufirin e Gazës, të pushtonte territorin izraelit dhe të shkaktonte viktima masive. Ai identifikoi disa raste kur treguesit e inteligjencës, të tilla si stërvitjet dhe planet operacionale të Hamasit u interpretuan keq ose u hodhën poshtë si jo realiste, thekson CNN. Këta tregues po të ishin analizuar siç duhet, mund të kishin zbuluar synimet e Hamasit, thuhet në raport. Sa kaq, një sulm në një stacion autobusi në Izraelin Verior plagosi 14 persona, njëri prej tyre në gjendje kritike për jetën, tha zëdhënësi i spitalit. 14 plagosurit u transportuan fillimisht në qendrën mjekësore përpara se 2 pacientë, njëri në gjendje kritike, të transportoheshin me helikopter në spitalin Sheba. Policia e Izraelit tha se sulmi i dyshuar kishte motive nacionaliste dhe ishte një palestinez nga Jenini në veri të bregut perëndimor të pushtuar nga Izraeli, i cili ishte martuar me një shtetase izraelite.